Ben Blushi e ka çuar parajsën e tij artificiale në Kamës, ku në një bisedë me të rinjt u ndalte rrezitë e veprës së tij dhe arsyet pse inteligjenca artificiale mundet të përmirësojë jetën në tokë. Edhe libri më përsipër tregoi si ne bota jonë mbas shumë vitesh, kur ajo quhet inteligjencë artificiale, pra një tru elektronik, jo i natyrshëm, jo biologjik, ke zëvendësuar shumë nga funksionet që bëjmë sot ne. Ka mundësi që mas 50 vitesh Kamës mos ketë mësues, për fat keq. Pra mësuesit zëvendësohen me inteligjencë artificiale, pra të jetë një tru elektronik, një kompjuter, një software që ne nuk e shohim, i cili jep mësime nxënësve, e kontrollon edhe i vën notën. Gjatë bisedës para gjimnazistëve të Kamzës, ku sapo ka nisur panajeri i librit, ai u ndal edhe te rëndësia e leximit të librave, duke e grishur ata të lexojnë veprën e tij, ku një bisedë mes një burri në moshë dhe një vajze të re ndërton luftra e sjell paqen. E kanë qenë parajsë artificiale, pra një parajsë e krijuar përmes teknologjisë. Personazhi kryesor i librit i tregon një vajze se si mund të jetë parajsa, pra si mund të jetë parajsa e vërtetë përmes teknologjisë gjithmonë, për teknologjisë. Romani i Blushit ndonë se ndërton një të ardhme hipotetike, niset nga premisa të mundshme të kontekstit aktual shqiptar e më gjërë, duke vënë në dukje, paralajmëruar e parashikuar të nesërme të mundshme e duke krijuar imazhin e një të ardhmeje të diktuar nga teknologjia.